Zëvendës kryeministri Niko Peleshi përuroi përfundimin e rrugës Laç-Milot, një projekt i zbatuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Peleshi u takua me përfaqësues të pushtetit vendor dhe banorët e Laçit ku dhe u diskutua për reformën territoriale dhe ndikimin e saj tek qeverisja vendore. Një nga pikat kryesore të diskutimit lidhej me nevojën për hartimin e planeve të zhvillimit të njësive të reja të qeverisjes vendore, në mënyrë që të shfrytëzohen me sa më efikasitet mundësitë që të krijon reforma territoriale. Nuk do të mjaftohemi vetëm te rruga, por duhet të bëjmë një plan për Bashkinë e Re tani, për Bashkinë e Zgjeruar. Unë vi vetë nga pushteti vendor, kam qenë vetë kryetar bashkie, edhe di se çdo të thotë të rriten kufit administrativ të bashkisë, të fuqizohet buxheti, të rritet aftësia dhe mundësia për të projektuar nga njëra anë, dhe për të investuar nga ana tjetër. Furnizimi me ujë dhe menaxhimi i ujësillësve ishte një nga shqetësimet kryesore të ngritura nga qytetarët gjatë takimit me zëvendës kryeministrin. Në reagimin e tij, Peleshi u ndal tek ndikimi pozitiv që do të ketë reforma tek performanca e këtyre shërbimeve. Problemi i ujësillësave është madje edhe më dramatik se sa problemi i energjisë elektrike. Reforma territoriale edhe në këtë aspekt do ndihmojë shumë. Nuk do kemi më borde përfaqësi komunash të cilat nuk e shikojnë ujësillësin si një ndërmarrje jetike për të menaxhuar, por shohin se kush do jetë drejtori edhe kë do marrë në punë. Duke krijuar tani bashki të mëdha, edhe ndërmarrjet e vogla të ujësillësave do fillojnë të grupohen, të integrohen njëra me tjetrën.